kush vishet më bukur në parlamentin shqiptar? Të jemi sinqert, nuk para I shikoj nga veshja. Doktori. A ditë gënjesh? Deri tani jo. Ja, fare. A jeni të fiksuar me telefonin? Po, shumë. A keni përgjegur ndonjëherë dikë? Jo. Jo, asnjëherë. Sa bindës jeni në një debat? Kam përshtypjen 10 nga 10. Besoj se mjaftueshëm. A qani duke parë një film? Jo, nuk jam shumë emocionale. Rrallë, shumë rrallë. Shihni telenovela? Jo. Jo, fare. Kush do e fitonte një garë karaoke midis PS dhe PD? Për këto gjërat e shefit mbase do fitonin ata se të punëve I fitojmë ne. Besoj se unë kam mbaruar shkollë muzike. Keni votuar ndonjëherë për partinë kundërshtare? Jo. Asnjëherë. Keni munguar ndonjë ditë në punë për hangoveri? Jo. Jo, asnjëherë. E dini pagën minimale në Shqipëri pa përdorur Google? Po. Po, Sa është? Do të jemi tek 400-ta. besoj 400.000 lekë vjetra. Keni bërë ndonjëherë selfie detyruar me ndonjë votues? Jo. Asnjëherë. Keni TikTok? Kisha, po tani është I mbyllur. Jo, nuk kam TikTok. E keni shkarkuar VPN? Jo. Jo. Pse jo? Sepse pra shkosa është diçka që është një iniciativë që po merret për ta mbyllur përkohësisht TikTokun, nuk kam se bëj rebelen. Jo, se TikTok nuk kam. I keni kërkuar ndihmë ChatGPT për ndonjë fjalim? Patjetër që po. Te për ju, patjetër gjithmonë. Sa kushtojnë vezët në supermarket? 40 lek. Besoj 30 lekë vjetra. E keni dëgjuar që vezët mund të jenë të infektuara me grip shpendësh? Hera herës ka informacione të tilla, kështu që po. Po, kam dëgjuar. Keni bllokuar ndonjë gazetar në rrjetet sociale? Absolutisht jo. Deri tani jo. Po ndonjë fans? Absolutisht jo. Po, ka që ofendojnë në rrjetet sociale. Rama apo Berisha? Rama gjithmonë. Patjetër që Berisha. E kisha fjalën kush gënjen më shumë? Berisha sigurisht. Atëherë gënjen Rama. Instagram apo TikTok? Instagram. Facebook. Debat televiziv apo fushat der më der? Fushat der më der. Fushat deri në derë gjithmonë. Kafe apo çaj? Për mua çaj. Kafe. Raki apo ver? Për mua ver. Verë. Të të kenë frikë apo të duan? Të duan. Patjetër që të duan. Fam apo pushtet? Asnjërin as tjetrën. Të dyja nga pak. BE apo sovranitet? Njëra nuk rri patjetrën. Sovranitet. Liri fjale apo siguri kombëtare? Për mua liria fjalës është mbi të gjitha. Të dyja. Fam e shpejt apo trashëgimia afatgjat? Trashëgimia afatgjata. Trashëgimia fatgjat gjithmonë. Staf të zgjuar apo staf vesnik? Staf besnik. Besnik, do thoja. Të fitosh me shumicë votash duke bërë marifete apo të mbasësh me dinjitet? Fitoja me dinjitet. Do preferoja të fitoja me çdo lloj koste. Të kapesh në gënjeshtër apo skandal? Asnjërin as tjetrën, pse duhet kapesh? Asnjëra nga të dyja. Bashkëpunosh me rivalin më të madh apo të lësh politikën? Absolutisht të le politikën. Të le politikën këtë rast. Të heqësh do nga telefoni për një javë apo nga paga për një muaj? Do zgjedh të ri me telefonin. Nga paga për një muaj. Të bësh viral për një gaf apo mos të dëgjoj askush kurrë? Kam përshtypjen që jetojmë në epokën ku nuk ka marketing të keq. Pse ja të bën viral, nuk ka problem. Të debatosh live çdo tente apo të menaxhosh vetë pastrimin e Elbasanit? Patjetër me pastrimin e qytetit. Të dyja, pse jo? Të humbasësh zërin para një debati apo tekstin e fjalimit në fushat? Në debat nuk dua dhe nuk pranoj të jem asnjëherë humse. Zërin. Të thuash të dua pa dashje në parlament apo të rrëzohesh duke hyrë? Më mirë të shpërndash dashuri, të them të dua. Edhe të rëzën, bëhet viral ndoshta. Të mbetesh në ascensor me 5 votues të zemëruar apo me 5 lobist? Me lobist do bënim punë të madhe pastaj. Po, eksperiencë e bukur do ishte edhe me 5 votues të zemëruar. Të bëhesh me ti apo partia? Partia Socialiste e ka treguar që nuk e ka shumë problem edhe marketingun e keq. Po tham unë le të bëhem meme. Cila është ana jote si politikane që do duhet ta mbahej fshehur? Të mos humb durimin dhe të mos dal nga vetja. Zemërohem shumë shpejt. Cili është momenti juaj në një lidhje që mund të quhet shkelje vijës kuqe? Kur thyet besimi. Mungesa e sinqeritetit. Keni kopjuar ndonjëherë në provim? Jam shumë keq nga shikimi dhe nuk kam arritur ta bëj një gjë të tillë. Po patjetër. Kur e keni thënë për herë të fundit kam gabuar? E them shumë shpesh. Tani afër. Cila është kënga juaj e preferuar? Në përgjithësi nuk kam gjëra të preferuara. Thunderstrike e CDC. Çfarë ligji do të miratoni ditën e parë në pushtet? Ky binjakëzimi me shkollat që tashmë janë në Bashkimin Evropian do të ishte një nga gjërat që unë do doja të lëbëja më fort. Ligjin për incineratorin e Elbasanit. Nëse ndaloi politika si profesion nesër, me çfarë do të merreshit? Me atë që jam marrë edhe tani përpara se të futesha në politikë. Unë jam po themi një profesioniste në administratë publike. Atë që bëj aktualisht me biznes. Cila është një gënjeshtër që çdo politikan e thotë? Do jem vetvetja deri në fund. Ujë dhe drita 24 orë. Baklava apo ballakume? Ballakume. Gjithmonë ballakume. Kur ke qenë herën e fundit tek Skampa? Dje. Para pak ditësh. Çfarë bëre? Kisha aty një takim me disa miq, tani fushata ju e dini ka shumë takime, kështu që niste nga aty. Në një aktivitet politik. Pika hot e Elbasanit, Kalaja, Bulevardi apo Facebooku? Do jetë Kalaja me rivitalizimin që do të bëhet. Kalaja. Cili është miti më i madh për Elbasanin? Në Elbasan ka djem të shkurtër, nuk janë të shkurtër, janë shumë të gjatë. Si mite me bugaça. Çfarë do më shumë nga qyteti yt? Traditën. Mikpritja. Çfarë urren më shumë nga qyteti yt? Dëshirën për fjalë sesa për punë. Ajri ndotër. Çfarë i thoni dikujt që thotë Elbasani është i mërzitshëm? Nuk ka ditur të trokas në derën e duhur në Elbasan. I them që të vit jetoj të pak një javë në Elbasan.
çfarë do t'i vidhnit një qyteti tjetër? Ritmin e shpejt. Ajrin e pastër. Trafiku në Elbasan? Ka filluar të rëndohet, po do ketë përmirësim tashmë me unazën e madhe. Të mërshëm. Nëse Elbasani do të shpallte pavarësinë, do ishit ju liderët e revolucionit? Do kisha shumë qef. Ja, nuk besoj. Tani, na përshëndesni me dialekt Elbasani. Qa bane o bab? Qa bani, si jeni mirë?